Irani goditi Dubai, por si do të ndikojë kjo në turizëm, aviacion dhe ekonomi? Dubai u ndërtua si simbol i së ardhmes. Dubai është simbol i luksit dhe së ardhmes, por sonte qiejt mbi Burj Khalifa janë të mbushur me zjarr dhe tym. A do të qëndrojë ky emblem i qëndrueshëm pas këtyre goditjeve? Dubai is a symbol of luxury in the future. Its skyline is a testament to innovation, but recent events have cast a shadow. Will it remain the same after these strikes? Por tensionet në rajon po rriten. But tensions in the region are rising. Çdo konflikt prek turizmin dhe investimet. Every conflict affects tourism and investment. Aviacioni është zemra e ekonomisë së Dubait. Aviation is the heart of Dubai's economy. Kur rritet pasiguria, investitorët presin. When uncertainty rises, investors wait. Dear brother Bulal, Dubai është një qendër globale tregtie. Dubai is a global trade hub. Por Dubai ka një avantazh, diversifikimin ekonomik. But Dubai has an advantage, economic diversification. Pyetja nuk është nëse Dubai do të ndryshojë. The question is not if Dubai will change. Pyetja është sa më i fortë do të dalë nga kjo krizë. The question is how strong it will emerge from this crisis. Kjo është pyetja kyçe. Forcat globale po teston, global powers are being tested. Ki ishte Virtual News. Follow us for global analysis. Informohu, mendo, vepro. Stay informed, think free. Follow, subscribe, share.